Jasi të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkëritë nga gëlbaza në vetëm 48 orë me këtë recetë të gjyshes. Mushkëritë luajnë një rol të mirë jetësor, prandaj janë të rëndësishme që t'i mbani ato të pastra dhe gjithashtu shumë të shëndetshme. Dieta luajnë një rol thelbësor edhe në këtë drejtim, sidomos në shëndetin e mushkërive. Përveç shmangjes së zakoneve të këqija të tilla siç mund t'jenë pirja e duanit, qëndrimi i larg vendeve jo të pastra dhe gjithashtu këshillohet të përfshini në dietën tuaj produkte mjaft të mira ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Lëndët ushqyese mund të forcojnë ndjeshëm sistemin tuaj respirator. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke e bërë atë të aftë të luftoj komplikacionet dhe të përmirësoj gjithashtu edhe higjienën tuaj. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim produktet më të mira ushqyese të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja në lehtësimin e problemeve të sekrecioneve të mushkërive. Çaji i bardhë. Ai përmban një sasi të madhe të polifenoleve antioksiduese, të cilat sipas studimeve të botuara në kërkimin për parandalimin e sëmundjeve respiratore, kontribojnë në parandalimin e problemeve të mushkërive. Mund të gjenden gjithashtu në formën e ekstraktit në dyqanet herbale. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për sistemin tuaj respirator është edhe kivi. Ky frut është një burim shumë i pasur me vitaminën C, vitaminë thelbësore për forcimin e sistemit imunitar, përmban gjithashtu vitaminën E dhe K, e pasur me antioksidant të fuqishëm, është thelbësore gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për sistemin tuaj respirator është edhe qepa. Ajo përmban quercetin, një përbërës i qufurit që mund të mbrojë mushkëritë tuaja dhe traktin tuaj respirator. Eukalipti. Përmbajtja e paqëndrueshme e pranishme në gjethet e eukaliptit e tret mukozën dhe parandalon gjithashtu infeksione duke favorizuar largimin e mukusit dhe të gëlbazës nga mushkëritë. Gjysmëlugje çaj me gjethe të thata të përziera me 200 ml ujë është mjaftueshme për të përgatitur një çaj bimor, aroma e të cilit mund të luajë një rol pozitiv në sistemin tuaj të frymëmarrjes, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin dhe forcimin e mushkërive. Sallata e kuqe është një tjetër produkt fantastik që mund të luajë një rol të mirë në sistemin tuaj respirator. Është e pasur me inulin, një fibër që forcon sistemin tuaj imunitar dhe ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e infeksioneve, duke lehtësuar kështu edhe sistemin tuaj të frymëmarrjes. Mollët janë shumë të rëndësishme për t'u përfshirë në dietën tuaj nëse nuk doni që të rëndoni shëndetin e mushkërive. Ky frut është i pasur me quercetin, një flavonoid me veti të mira antioksiduese, anti-inflamatore që mbrojnë mushkëritë nga patogjenët siç janë dotja, alergjitë gjithashtu edhe duani. Sa më mirë të kujdeseni për sistemin e frymëmarrjes, aq më të lehta do t'i keni problemet gjatë stinës së dimrit dhe luhatjes së temperaturave. Çaji i jeshil është një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj dhe të luajë një rol pozitiv në sistemin respirator. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen më të mirë të shëndetit tretës. Çaji jeshil mund të kombinohet fare lehtë gjithashtu edhe me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin, dhe mund t'i japin rezultate fantastike në sistemin tuaj respirator. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave të Healthline, lëngu i limonit përmban shumë antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo ditë me stomakun bosh. Kështu do të keni përfitime të duhura edhe në sistemin respirator. Nëse keni stomak të ndjeshëm, mos e përdorni. Lëngu i boronicës së kuqe, gjithashtu edhe lëngu i ananasit, janë zgjidhje shumë të mira lehtësuese për sistemin tuaj respirator, citon Healthline. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre mund ta pini çdo ditë ose në mes të vakteve si një zgjidhje të mirë lehtësuese. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet me gaz dhe ato alkolike.
Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj është edhe lëngu i karrotave. Karrotat janë të pasura gjithashtu me beta-karoten, me vitaminën A, vitaminën K, vitaminën C, gjithashtu edhe me vitaminën B. Lëngu i saj do të rrisë sistemin e nivelit të alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë mund të ulin nivelet e dëmshme të problemeve të mushkërive, duke dhënë rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një produkt fantastik kundër problemeve të shëndetit respirator, duke dhënë rezultate të duhura kundër këtyre komplikacioneve, do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj të frymëmarrjes. Shtoni në dietën tuaj edhe ushqimet e pasura me antioksidant, siç mund të jetë për shembull spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi, janë ushqime shumë të pasur me antioksidant, të cilët do të forcojnë ndjeshëm sistemin tuaj respirator dhe do të mbajnë larg edhe problemet e mushkërive. Ju mund të ndiqni përveç ushqyerjes edhe lehtësime të ndryshme në kushte shtëpie. Ju bëjmë dije se nëse gjendja juaj është e rënduar, ta adresoni menjëherë tek mjeku. Por nëse sapo keni filluar të vuani nga rrufat ose edhe problemet e para të ftohtit, ndiqni këto trajtime në kushte shtëpie si një zgjidhje mjaft të mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Terapia me avull mund të jetë një mundësi shumë e mirë për sistemin tuaj respirator. Terapia me avull do të përfshijë avuj të ujit të prapura në rrugët e frymëmarrjes për të ndihmuar mushkëritë tuaja të largojnë gjithashtu mukozat e dëmshme, të cilat krijojnë edhe probleme në frymëmarrje. Avulli shton ngrohtësinë dhe lagështinë e ajrit, gjë që mund të përmirësojë frymëmarrjen dhe të ndihmojë edhe në lirimin e brendshëm të mushkërive, duke bërë më të lehtë frymëmarrjen dhe frymënxjerrjen. Thithje e avujve të ujit mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e problemeve tuaja. Gjithashtu është e rëndësishme të bëni ushtrime të rregullta për të pastruar mushkëritë. Ushtrimi i detyron muskujt të punojnë në mënyrë të rregullt, gjë që do të nisë edhe një frymëmarrje më e madhe në të gjithë trupin, duke rezultuar kështu në një furnizim më të madh të muskujve me oksigjen. Gjithashtu përmirëson edhe qarkullimin duke e bërë trupin tuaj më efikas në largimin e detoksit të karbonit dhe gjithashtu në përmirësimin e sistemit tuaj respirator. Gjithashtu, konsumi i ushqimeve anti-inflamatore mund të jetë një mundësi shumë e mirë në lehtësimin e komplikacioneve respiratore. Është e rëndësishme që nëse gjendja juaj është kritike, ta adresoni menjëherë tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar siç e ka të nevojshme trupi juaj. Ushqimet të cilat mund të jenë mjaft të mira në dietën tuaj janë shafrani i ndjes, zarzavatet me gjethe, qershit, boronicat, ullind, arrat, fasulet dhe thjerrzat. Gjithashtu, përdorimi i vajit të rigonit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve respiratore. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht ndjekjen e recetave në kushte shtëpie, të cilat duhet të jenë sa më natyrale. Kështu, sistemi juaj respirator do të jetë më i mbrojtur, do të vuani më pak nga problemet e komplikacioneve të frymëmarrjes dhe gjithashtu do të keni mbrojtjen më të mirë shëndetësore. Konsultohuni me ekspertin nëse gjendja juaj është e agravuar, keni sekrecione jo të rregullta dhe vështirësi të theksuara në frymëmarrje. Gjithashtu përpiquni të rregulloni edhe ambientet e ajrit në shtëpinë tuaj. Qëndroni larg nga ambientet të cilat shkaktojnë komplikacione respiratore. Sigurohuni të ndiqni trajtimet të duhura që mjeku juaj ju ka këshilluar. Dieta do të luajë një rol të mirë fantastik në rregullimin e këtyre shqetësimeve. Sigurisht, në kombinimin e duhur, gjëja juaj mund të bëhet edhe më lehtë e kontrolluar. Është e rëndësishme që nëse vuani prej kohësh, mos i neglizhoni shenjat, konsultohuni me mjekun dhe merrni gjithashtu trajtimin siç ju nevojitet në bazë të problematikës që ju mund të keni. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.